Përshëndetje të gjithëve drejt për së drejti, ky është edicioni informativ i lajmeve ai orës 20. Gjatë këtij edicioni ju ftoj të ndiqni. Zbulohet online platforma e fundit politike e protestuesve. Antarë të grupit koordinues nisin thirrjet për ngritjen e kuvendit kombëtar qytetar, i cili do të përcaktojë emrat e qeverisë teknike tranzitore. Sipas tyre, ajo do duhet të zvendësojë atë të kryeministrit Rama pas dorëheqjes. Në podcastin Flasim, kryeministri Edi Rama ndau një mesazh të një qytetari që prej 6 vitesh pret rindërtimin e pallatit të dëmtuar nga tërmeti, duke thënë se kjo është protesta që shqetëson dhe jo ajo e bulevardit, të cilën e konsideron të shtirur dhe të neveritshme. Ai quajti në frymën e protestës edhe akuzat që kanë nxitur gjithashtu edhe libri The Albanian Files, duke u shprehur se është tërësisht botim i pavarur. Report Televizion siguron draft raportin e përvitshëm të Komisionit Evropian për gjendjen e shtetit ligjor në Shqipëri. Drafti ende konfidencial tekson se rrëzimi i kërkesës për arrestimin e Belinda Ballukut ngriti shqetësim në lidhje me parimet e kontrollit dhe balancës dhe barazisë para ligjit. Vlerësohet pak, por evidentohen ende përpjekje për të ushtruar trysni ndaj strukturës së posaçme. Nga janari në maj, Beratin e vizituar mbi gjysmë milion turist. Numri në rritje që vijon edhe në qershor, konfirmojnë shifrat zyrtare dhe operator turistik. Sezoni i suksesshëm edhe në Lezhë me një rritje të numrit të pushuesve me 15% në qershor, krahasuar me të njëjtin muaj të vitit të kaluar. Bletaria shqiptare po përjeton një bum më shumë koshere dhe prodhim. Shifrat e Instat tregojnë se vitin e kaluar afro 645.000 koshere prodhuan në total 6.300 ton mjalt. Korça, Vlora dhe Elbasani kryesojnë hartën e prodhimit, ndërsa problem mbetet rendimenti i ulët i prodhimit për çdo zgje. Vala ekstreme e të nxehtit afrikan që ka përfshirë Europën është në kulmin e saj. Gjermania shënoi rekord të temperaturës në 41 gradë Celsius këtë fundjavë, përballje me nxehtësinë edhe Spanja, Franca dhe Italia. Organizata botërore e shëndetësisë e quan në vrasës të heshtur dhe raporton për mbi 1300 viktima brenda një jave në Europë. Afrika e Jugut Kanada është ndeshja që nisonte në orën 21, fazën më emocionuese të botrorit me eliminim direkt. Të dy kombëtarët marrin pjesë për herë të parë në këtë fazë dhe synojnë të shkruajnë historinë. Kanadaja konsiderohet favorite, ndërsa sonte pas një viti ka të gatshëm për lojë edhe yllin e skuadrës Alphonso Davies. Fillojmë më gjerësisht, ka nisur marshimi i ditës 29 të protestës që po mbahet në kryeqytet. Ne do të shkojmë në lidhje të drejt për drejt në këto çaste me kolegen ton Raziela Myslime, e cila po ndjek nga afër këtë protestë. Mirëmbrëma Raziela, si paraqitet pjesëmarrja deri tani në këtë protestë, e cila mos gaboj ka nisur me vonesë, edhe pse ishte parashikuar në orën 19. Kjo është dita 29 e protestës dhe protestuesit qytetarët sapo kanë mbritur në bulevardin Dëshmorët e Kombit pas marshimit tradicional tashmë nga sheshi Skënderbej drejt kryeministrisë, aty ku është objektivi themi për të qëndruar dhe për të zhvilluar protestën në afatgjat. Fillimisht numrat janë disi më të pakët për shkak edhe temperaturave të larta dhe më vonë sigurisht që i bashkohen edhe qytetarë të tjerë, por duke marrë parasysh që është edhe fundjavë, ditë e diel, pritet që do të ishte e kuptueshme në fakt që numrat ishin disi edhe më të reduktuar. Megjithatë, deri tani është ende herët për të folur për pjesëmarrje. Protestuesit kanë marshuar me thirrjet e tyre që i përsërisin tashmë prej 29 ditësh, kërkojnë dorëheqjen e kryeministrit Rama dhe kërkojnë largimin e kësaj klase politike që e brorasin përmes një thirrje të vetme Rama
Rama Burg Berisha Burg, duke dashur të çmontojnë këtë klasë politike, e cila thonë se i ka vjedhur dhe i ka nënshtruar për 35 vite. Kjo është edhe kërkesa kryesore e qytetarëve, megjithatë ajo çka vlen të theksohet Nertil është se në këto 2 ditët e fundit për herë të parë është artikuluar kërkesa për të ngritur një kuvend kombëtar qytetar, siç e kanë quajtur disa prej organizatorëve të grupit nismëtar të protestës, i cili synon në fund që të përzgjedhë qeverinë tranzitore apo qeverinë teknike që do ta qeverisë vendin për 12 ditë. Madje disa prej tyre kanë bërë thirrje në rrjetet e tyre sociale, qytetarëve, aktivistëve, protestuesve që e mbështesin këtë kauzë tashmë gati 30 ditore, 1 mujore, që t'i bashkohen duke lënë numrat e tyre të kontaktit, numrat e tyre të WhatsAppit në rrjetet sociale, duke i ftuar që të bëhen pjesë e kuvendit kombëtar qytetar, i cili në fund do të shërbej sipas asaj që të paktën kanë artikuluar në rrjetet sociale për të bërë një lloj presioni i qeverisë dhe pushtetit sa hera ai të gaboj diku duke thirrur protestat kombëtare si këto të 29 ditëve. Kjo ka qenë kërkesa më e fundit e artikuluar prej tyre, por sigurisht e para dhe kryesorja qëndron është ajo e dorëheqjes së kryeministrit Edi Rama, apo edhe në kërkesat e tjera, siç është shfuqizimi i ligjit investimeve strategjike, shfuqizimi i ndryshimeve të bëra 2 vite më parë në ligjin për zonat e mbrojtura, marrë shkas nga ajo çfarë ndodhi në Zvërnek, sepse duhet ta rikujtojmë që vala e protestave erdhi pikërisht nga projekti i Zvërnecit dhe nga ngjarja e ndodhur atje ku një qytetar i cili protestonte u tërhoj zvarr nga rojet e sigurisë private. Ndërkohë Raziela, edhe në këtë ditë 29, pra i njëjti itinerar, nis marshimi nga sheshi Skënderbej, vendosen përpara kryeministrisë dhe nisin fjalimet. I njëjti itinerar, fillimisht kanë pritur për më shumë se 30 minuta në sheshin Skënderbej në mënyrë që të mblidheshin sa më shumë qytetarë dhe pastaj me pankarta nduar, me thirrjet, kanë vijuar marshimin e tyre drejt bulevardit Dëshmorët e Kombit, këtu ku ne ndodhemi aktualisht, aty ku gjendet improvizuar edhe podiumi ku qytetarët, aktivistët, intelektualët marrin fjalën, janë të ftuar vazhdimisht në fakt që të marrin fjalën dhe të shprehin shqetësimet e tyre apo se përse i bashkohen kësaj kauze. Dhe besoj do t'jetë edhe sot i njëjti itinerar pas përfundimit të protestës këtu në bulevardin Dëshmorët e Kombit, do të marshohet në rrugët e qytetit me një itinerar ende të panjohur, pasi besoj do të jemi në përfundim të protestës që zhvillohet këtu në sheshin poshtë kryeministrisë. Ndërkohë Raziela, ke mundur të shohësh deri në këto çaste nëse ka përfaqësues të partive politike të opozitës në këtë protestë? Është ende herët nga marshimi që unë kam ndjekur nga sheshi Skënderbej deri në bulevardin Dëshmorët e Kombit, nuk kam vënë re përfaqësues të partive politike, por protesta nuk i do. Ata qytetarët nuk i duan, nga përthirrjet her pas hershme në fakt që politikanët, figurat politike, përfaqësues të partive, cila do qoftë ajo parti opozitare apo të majtë të mos bashkohen në këtë protestë, pasi duan të jenë thellësisht një protestë thellësisht qytetare, pa logo partie, ndonë se në fakt Zoti Berisha disa herë ka bërë thirrje që edhe demokratët t'i bashkohen protestës, dhe në protestat e kaluara kemi parë që kanë qenë të pranishëm mjaft figurat dhe eksponent Partisë Demokratike, por duke zbatuar porosinë e Zotit Berisha, ata kanë zgjedhur të qëndrojnë në hije pa logo, pa simbole partijake dhe të dalin shesh si qytetarë të thjeshtë. Ndërkohë, Raziela, përpos le të themi thirrjeve Rama në Burg, Berisha në Burg, Rama jep dorëheqjen, cilat janë pankartat që bien më në sy dhe që po përdoren gjatë protestës në këto moment? Nertil, ndjes ishte pamundur të gjëja pyetjen për shkak të thirrjeve në Kor, nëse mund ma përsërisësh edhe një herë të lutem. Përveç thirrjeve Rama në Burg, Berisha në Burg dhe Rama jep dorëheqjen, cilat janë le të themi pankartat që bien më në sy dhe që janë një farë kërkese nga ana e protestuesve?
Pankartat janë të ndryshme në fakt dhe shprehin shqetësimin e cili do që vjen në shesh për të protestuar, që nga arsimi, që nga shëndetësia, që nga drejtësia, që nga çështja e pronave, që nga çështjet patriotike, etnike, pra janë të larmishme, sigurisht pankartat larg duart nga Zvërneci, nga Narta është e jona, pankartat që e kanë shoqëruar thuajse në 29 ditë këtë protestë, apo edhe simboli tradicional tashmë i kësaj proteste, siç është flamingo, por ajo që në fakt më ra në sy në nisje të protestës ishte një pankartë e mbajtur nga një vogëlush, nga një djalë 2 apo 3 vjeç, ku shkruaj asnjëri nuk është më i madh se Shqipëria. Këto kanë qenë në vijat përgjithshme pankartat, po duhet të thënë që protestuesit kanë qenë mjaft kreativ në këtë një muaj protest me pankartat që janë bërë edhe virale në fakt në rrjetet sociale për shkak të humorit, kreativitetit apo edhe goditjes që ato kanë dhënë në segmente të caktuara. Mirë, faleminderit Raziela, do të jemi her pas here në të tjera raportime. Ishim me kolegen Raziela Myslimaj dhe vijojmë rrjedhën normale të këtij edicioni informativ. Protesta e nisur që prej 29 ditësh po kaloi në një fazë tjetër, duke u përpjekur të ngrejë dhe institucionet e saj paralele që do të ndryshonte sistemin e vjetër 80 vjeçar, duke nisur me thirrjen e shpërndarë online nga disa prej anëtarëve të grupit koordinues për ngritjen e një kuvendi kombëtar, i cili do të ketë dhe detyrën të krijojë qeverinë teknike tranzitore, e cila sipas tyre do të duhet të zvendësojë atë të kryeministrit Rama pas dorëheqjes. Në rrjetet sociale, përparim gjeta, një nga anëtarët e grupit koordinues ka publikuar atë që mund të quhet platforma politike e protestave, sipas së cilës vullneti popullor i shprehur në mënyrë direkte gjatë protestave të mëdha kombëtare të qershorit 2026 dhe apëlqimin që të krijojë 3 institucione të reja shoqërore për të garantuar ndryshimin e sistemit shoqëror politik dhe nisjen e një rendi të ri më përparimtar dhe pro-zhvillues. Këto 3 institucione të reja janë Kuvendi Kombëtar Qytetar, Këshilli Ekzekutiv i Kuvendit Kombëtar Qytetar, mbledhja e përgjithshme e popullit shqiptar. Antarë të tjerë të grupit koordinues janë mjaftuar vetëm me publikimin e posterit, përmes të cilit hapet thirrja për pjesëmarrje në kuvendin e tyre, ndërsa përcaktohet një sër kriteresh që duhen përmbushur nga dikush që synon të bëhet pjesë e kuvendit, por nuk është e qartë se si do të bëhet konkurimi dhe përzgjedhja. Për momentin, antarët e grupit koordinues kanë lënë si pikë kontakti numrat e tyre personale të telefonit dhe jo një numër apo adresë unike. Sipas platformës, si kuvendi ashtu edhe Këshilli Ekzekutiv, si dhe mbledhja e përgjithshme do të ushtrojnë kontrollin e popullit mbi qeverinë dhe shtetin për të mos lejuar në përkëmbjen e të drejtave të qytetarëve dhe nuk konkurojnë me institucionet kushtetuese, por paraqiten si garante të vullnetit popullor, duke thirrur menjëherë protesta kur qeveria dhe parlamenti gabojnë rënd. Kuvendi përkufizohet si institucion shoqëror që qëndron mes shoqërisë e popullit dhe elitës ekzekutive të popullit, por do të jetë ai që do të përcaktojë emrat që do të kryejnë qeverinë teknike tranzitore kur të largohet qeveria Rama. Platforma parashikon 2 formate, kuvend normal me 150 antarë dhe kuvend të zgjeruar me 300 antarë, nga të cilët 150 do të jenë nga diaspora. Janë të paktën 11 kritere që duhen përmbushur për të qenë pjesë e kuvendit normal, ndërsa në pikën e parë duhet që të njohin Skënderbeun si figurë madhore të kombit. Në pikën e 2 duhet të shprehin dakordsi në parim për formimin e Shqipërisë etnike. Kuvendi mblidhet normalisht një herë në vit dhe zgjedh nga radhët e tij një këshill ekzekutiv me 21 antarë. Është e paqartë se cilat janë kompetencat e këtij këshilli, i cili krijon grupe pune teknike për të bërë detyra të ndryshme, por pa përcaktuar se cilat dhe të cilës natyrë. Në podcastin Flasim, kryeministri Edi Rama ndau një mesazh të një qytetari që prej 6 vitesh pret rindërtimin e pallatit të dëmtuar nga tërmeti, duke thënë se kjo është protesta që shqetëson dhe jo ajo e bulevardit, të cilën e konsideron të shtirur dhe të nevelitshme. U ndal gjithashtu dhe te polemikat që kanë nxitur libri The Albanian Files me projektet për Shqipërinë dhe shënimet e arkitektëve ndërkombëtar, duke u shprehur se është tërësisht botimi i pavarur dhe se akuzat po burojnë nga fryma e protestës. Jemi 12 familje që janë bashkuar në këtë protest, sepse jemi të zhgënjur që akoma dhe sot nuk kemi një zgjidhje për gjysmën e pallatit që na është shëmbur nga tërmeti i 2019-s pranë Ministrisë së Jashtme.
Këtë mesazh të mbërritur nga një qytetar që thotë se ende nuk ka gjetur zgjidhje nga institucionet për ndërtimin e pallatit, kryeministri Edi Rama e prezantoi të plot në podcastin Flasim, jo rastësisht, por për të hequr paralele me protestën në bulevard. Kjo është protesta që mua më intereson, që mua më zemron, më motivon, që të vazhdoj luftën time. Nuk më zemron mua protesta e sikureve, as protesta e shtirjeve, ajo më neverit. I njëjti shqetësim është shfaqur edhe para një viti dhe në atë rast kreu i qeverisë thotë se e ka dërguar për zgjidhje në bashki, por sipas tij mbetja e kryeqytetit pa kryetar ka edhe pasoja të tilla. Tani ne nuk kemi kryetar bashkie. Ne kemi bashki që funksionon me defibrilator, me oksigjen, me 700 shtytje dhe me 700 ngërçe. Një thirrje Rama ja drejtoi të gjithë qytetarëve që kanë një hall të pazgjidhur se çfarë nuk duhet të tolerojnë dhe ndaj kujt nuk duhet të bien pre. Mos e falni hallin tuaj. Askund. Mos ja falni administratës, por mos ja falni në asnjë mënyrë atyre që duan të çojnë gjërat mbrapsht, duke përdorur hallin tuaj. Nuk duhet lejuar që një hall i drejtë të bëhet lëndë djegëse për ata që vazhdojnë në ushqejnë të protest. Përgjigje u dha edhe akuzave të opozitës dhe jo vetëm se Rama ka projektuar 523 resorte pa taksa, akuzën mbështetur në librin The Albanian Files me projekte për Shqipërinë dhe shënimet të arkitektëve. Nuk është libri im dhe nuk është një botim i kontrolluar prej meje. Ka ardhur si një projekt editorial tërësisht i pavarur. Polemika shkaktoi veçanërisht shënimi i arkitektit Reiner de Graaf, ku i sugjeron Ramës të bëhet mbret në vend që të zhvillohen zgjedhje. Çështje dilemash edhe problematika që s'kan lidhje fare me ndonjë thirrje reale për të bërë mbret, është kthyer kokë poshtë. Por tregon që në fakt libri është tërësisht i lirë, i pa kontrolluar. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha reagoi pas podcastit të kryeministrit duke thënë se Edi Rama po përpiqet të fshihet pas emrave të arkitektëve dhe studiove të huaja për të justifikuar atë që opozita e konsideron grabitje të pasurive publike dhe private në Shqipëri. Sipas tij, publikimi i 523 projekteve ngre pikpyetje mbi burimin e financimeve për hartimin e tyre. E vërteta është se ai flet për inkuizicion, për protestën dhe intelektual që kanë shkruar, por në realitet ai libër dëshmon më shumë se çdo gjë tjetër Edi Ramën një sultan të një sultanatit të shekujve më parë në cilin vendi është tërësisht pronë personale e tij. Ky libër dëshmon dhe njëherë mungesën e plot totale të transparencës, dëshmon përsëri se Edi Rama trajton Shqipërinë si një padrino i vërtet. Së pari, ato 523 projekte të pakten duhet të jenë paguar me miliarda euro për hartimin e tyre. Kush i ka paguar këto projekte? Cili është burimi i parave të këtyre projekteve? Ftoj Eurojustin, ftoj Interpolin, ftoj Europolin të hetojnë thellësisht burimin e pagesave në këto studie. Pas akuzave dhe pretendimeve në rrjetet sociale se banjat termale të Bërnjës në përmet janë betonizuar, duke i cënuar kështu originalitetin, kryeministri Rama sqaron të vërtetën sipas tij. Kreu i qeverisë ka ndarë një foto të 10 viteve më parë, ku muri betonit është zhveshur me gur, ndërsa muret antike thotë se nuk janë lëvizur. Punimet, shkruan Rama, janë mbikëqyrur nga apo i njëjti burr i zanatit, të cilët së bashku me disa ustallar të gurit kanë punuar për të rilindur këtë destinacion turistik. Akuzat në mediat sociale thotë se kanë ardhur nga mbetjet e politikës dhe sipas kryeministrit, ata i bashkon instikti akmarrjes ndaj Shqipërisë.
Ndërhyrjet në zonën e ligjave janë pjesë e projektit bënja destinacion ndërkombëtar turistik të financuar nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit. Rrëzimi nga ana e shumicës socialiste i kërkesës për arrestimin e ish zëvendës kryeministres Belinda Balluku ngriti shqetësime në lidhje me parimet e kontrollit dhe balancës, si dhe të barazisë përpara ligjit. Vlerësimi është pjesë e draft raportit të përvitshëm që Komisioni Evropian harton për gjendjen e shtetit ligjor në Shqipëri. Drafti ende konfidencial i siguruar nga Report Televizion flet gjithashtu për trysnim ndaj prokurorisë së posaçme dhe përpjekjeve për ta penguar atë për korrupsionin dhe problemet ende të hapura në institucionet e drejtësisë apo dhe polarizimi politik që po ndikon negativisht me parlamentin. Draft raporti konfidencial i Komisionit Evropian është kritik ndaj qasjes që shumica socialiste pati në rastin e ish zëvendës kryeministres Belinda Balluku, kur prokuroria e posaçme kërkoi arrestimin e saj nën akuzat për shkelje të barazisë në tender. Në limitet kohore, socialistët votuan kundër në parlament. Votimi 47 vota pro, 0 abstenim, 82 kundër. Projekt vendimi nuk miratohet. Më herët, kryeministri Edi Rama kishte kryer disa ndryshime në kabinetin e tij, duke lënë jashtë Ballukun. Ky refuzim ngriti shqetësime në lidhje me parimet e kontrollit dhe balancës, si dhe të barazisë para ligjit. Përpara se parlamenti t'i kërkojë autorizimi për arrestimin e Ballukut, gjykata e posaçme kishte vendosur ndaj saj ndër të tjera edhe masën e pezullimit nga detyra. Shumica ishte kundërvon haptazi duke ju drejtuar gjykatës kushtetuese për rastin. Masa mbeti në fuqi pasi gjykata nuk arriti të dilte me një vendim. Për Komisionin Evropian, pezullimi konsiderohet të ketë qenë në përputhje me dispozitat aktuale të kodit të procedurës penale. Në raport, theksohet se kjo mas sigurie, e mëtej kërkesa për arrestim, shkaktuan reagime të konsiderueshme negative për degët ekzekutive dhe legjislative, duke përfshirë sulme të drejtë për drejta kundër SPAK-ut dhe institucioneve gjyqësore. Sipas standardeve europiane, të gjitha pushtetet e shtetit duhet të nxisin dhe mbrojnë besimin e publikut të gjerë në institucionet kushtetuese përfshirë gjyqësorin. Draft dokumenti ende konfidencial i siguruar nga Report TV komenton edhe nismën socialiste të mbetur në sirtar për një ndërhyrje në kodin e procedurës penale, e cila synon zgjerimin e kategorisë së zyrtarëve që nuk mund të pezullohen nga funksionet e tyre. Ndryshimet ngritën shqetësime mbi rrezikun e pengimit të efektivitetit të hetimeve penale, duke përfshirë hetimet e korrupsionit të nivelit të lartë dhe koha kur u ndërmorën kontribuoi në një perceptim të pandëshkueshmërisë. Draft raporti vlerëson punën e SPAK-ut në luftën ndaj korrupsionit duke përmendur 30 zyrtarë dhe ish zyrtarë të nivelit të lartë të hetuar gjatë vitit të shkuar, por nga ana tjetër, raporti vëren se ka patur përpjekje për ta penguar. SPAK vazhdon të dëshmojë pavarësi dhe kapacitete të forta për të dhënë rezultate pozitive në luftën kundër korrupsionit në nivel të lartë, pavarësisht nga raportimet për përpjekjet të mediave dhe politikës për ta diskredituar e për ta ushtruar trysni e ndikim të papërshtatshëm. Duke analizuar përpjekjet e institucioneve për të frenuar dhe parandaluar korrupsionin, dokumenti rendit sektorët dhe institucionet me riskun më të lartë, nga shëndetësia, arsimi, prokurimi publik, tek policia dhe partneriteti publik-privat, apo agjencinë shtetërore të kadastrës. Transparenca në procedurat e prokurimit publik, veçanërisht për partneritetet publik-privat, është ende kufizuar, veçanërisht në lidhje me dhënien e statusit të investitorit strategjik. Ndërhyrja politike është ende e përhapur dhe kërkon masa mbrojtëse më të mëdha. Polarizimi i fortë politik shihet si të ketë një ndikim negativ mbi veprimtarinë e parlamentit, ndërsa përmend edhe protestat e dhunshme të organizuara nga Partia Demokratike. Raporti sheh probleme edhe në procesin e ligjbërjes. Mangësitë e identifikuara më parë vazhdojnë duke përfshirë mungesën e publikimit në kohë të drafteve për shqyrtim nga palët e interesuara, cilësinë e procesit të konsultimit dhe ndjekjen e kufizuar. Projektligjet vazhduan të paraqiteshin në momentin e fundit nga një deputet i vetëm, gjë që ndikon në cilësinë dhe transparencën e procesit legjislativ. Sa i takon institucioneve të drejtësisë, raporti vëren me shqetësim kuotat ende të ulta për prokuror dhe gjyqtar në shkollën e magjistraturës apo edhe burimet e kufizuara njerëzore.
Ish drejtori i policisë të Vlorës, Sokol Mulosmani, është arrestuar nga policia pas një konflikti të ndodhur për motive pronësie në Tiranë. Bashkë me të, në pranga kanë përfunduar edhe 3 vëllezërit e tij dhe një nip. Ngjarja ka ndodhur në rrugën Jazim Meka, ku një debat mes familjarëve për pronësinë e një vile 4-katëshe ka degraduar në përplasje fizike. Burimi e bën me dije se konflikti nisi pasi njëri prej vëllezërve, i cili jeton prej vitesh në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe ishte kthyer së fundmi në Shqipëri, shkoi në banesë. Pas njoftimit, forcat e policisë ndërhyn në vendngjarje duke shoqëruar dhe më pas arrestuar 5 personat e përfshirë. Hetimet vijojnë për të zbardhur plotësisht rrethanat e konfliktit. Gjatë vitit 1997, Sokol Mulosmani ka mbajtur detyrën e drejtuesit të policisë të Vlorës. Në vitin 1998, Mulosmani u arrestua së bashku me disa ish zyrtar të tjerë të shtetit në kuadër të hetimeve për ngjarjen e vitit 1997, por 6 muaj më vonë ai dhe personat e tjerë u lanë të lirë dhe procedimi penal u pushua. Pronarët një dyqani elektro-shtëpiakesh në zonën e Ish Doganës Tiranës u arrestuan pasi dyshohet se dhunuan një kliente dhe e mbajtën brenda ambienteve të biznesit të tyre kundër dëshirës së saj. Burime për Report Televizion thonë se klientja kishte shkuar për të kthyer një frigorifer banak që sipas saj nuk funksiononte dhe kërkonte rimbursimin e shumës së paguar. Sipas policisë, pronarët e dyqanit Zanusi, Sefedin Ahmetaj 63 vjeç dhe Diola Arunaj 41 vjeç e kanë kanosur klienten, i kanë hequr lirinë duke e mbajtur kundër vullnetit të saj në ambientet e subjektit dhe kanë ushtruar dhunë fizike ndaj saj. Burime policore thonë se klientja është mbajtur dhe dhunuar në biznes për gati 2 orë. Në një njoftim zyrtar, Blut e Tiranës thonë se pronarët kanë kundërshtuar me forcë dhe efektivët gjatë ndërhyrjes së shërbimeve të policisë. Groja pronare Diola Arunaj dyshohet se ka djegur në dorë me cigare një punonjës policie, duke i shkaktuar dëmtime të lehta. Ndërhyrja nga ajri i helikopterit të forcave të armatosura vuri në kontroll të plot zjarrin që përfshirë sot zonën mes fshatit Hekal, Klosit dhe parkut arkeologjik të Bylysit në bashkinë e Mallakastrës. Nga flakët u dogjën disa hektarë me ullin, shkure dhe bimësi egër. Flakët të favorizuara nga era e fortë u përhapën edhe në territorin e parkut arkeologjik të Bylysit, por monumentet arkeologjike nuk kanë pësuar dëmtime. Vatra e fundit dhe më e vështira për shkak të terrenit thepisur u shua gjatë pasdites, ndërsa aktualisht raportohet se nuk ka më rrezik për përhapjen e flakëve, po punohet për gjetjen e shkaqeve dhe autorëve të zjarrit. Sezoni turistik në Lezhë ka nisur me një rritje të ndjeshme të numrit të pushuesve. Plazhet e Shëngjinit, Tiranës së Hedhut, Talës dhe Kunës kanë regjistruar rreth 15% më shumë vizitorë krahasuar me muajin qershor të një viti më parë. Teksa po mbyllet muaji i parë i sezonit veror, Lezhë shënon 15% më shumë pushues se qershorin e vitit të kaluar. Ne kemi bën një analizë me rreth 35 operatorë ku kanë komunikuar se shifrat janë shumë të mira, krahasim edhe me vitet e tjera, kemi rreth 10-15% rritje ku jep një impakt pozitiv në tendencën e zhvillimit të turizmit. Një nga faktorët që ndikojnë këtë rritje është Festivali Muzikës Elektronike UNUM, i zhvilluar në Shëngjin. Aktiviteti mblodhi rreth 60.000 pjesëmarrës dhe shërbeu për promovimin e zonës. Edhe fillon sezoni me ta, edhe ka një impakt shumë pozitiv në ekonominë edhe bën një start-up, një hapje shumë të këndshme. Turistët që vinë përmes agjensive ndërkombëtare zgjedhin kryesisht paketat all inclusive. Polonia më shumë, që kanë shumë kërkesa, dhe sigurisht nga Kosova që janë edhe Macedonia shumë. Përveç çekëve dhe polakëve, domethënë veri që ka gjerman, ka popujt e veriut, ka nga gjithë bota, po thjesht. Operatorët e turizmit presin që fluksi të rritet edhe më tej gjatë korrikut dhe gushtit, kur sezoni arrin kulmin. Ne kena një eksperiencë shumë të re, por mendoj se jena tu hec me hapa të këndshëm. Përqindja e turistëve të huaj është rrit, ka shku rreth 20%. Niveli i lartë i rezervimeve për javët në vijim shihet si një tregues se interesi për Bregdetin e Lezhës
vazhdon të jetë në rritje. Nga janari në maj, Beratin e kanë vizituar gjysmë milion turistë. Numri në rritje që vijon edhe në muajin qershor nuk e konfirmon vetëm bashkia, por dhe operatorët turistik. Ata thanë se përpos monumenteve historike, gjithnjë më shumë po merr zhvillim turizmi i aventurës, sidomos rafting në lumin Osum. Zgjerimi i ofertës turistike po e bën Beratin ndalesë të rëndësishme të turistëve nga mbar bota. Krahas vizitave në kala dhe lagjet muzeale, ata zgjedhin edhe aventurat në natyrë. Ka pasur një rritje të ndjeshme më të lartë të numrit të vizitorëve që kanë vendosur të vizitojnë Shqipërinë. Ofrojmë një paketë ku përfshin eksperiencën e plotë të turistëve, që përfshin rafting në kanjonet e Osumit, river tubing në kanjonet e Osumit. Pjesa më e madhe e turistëve vijnë nga Gjermania, Polonia, Italia, Franca dhe Mbretëria e Bashkuar. Dhe ky vit i ka, mos të them që i ka të kaluar pritshmëritë tona. Sezoni neve na ka nisur goxha më herët. Rafting dhe river tubing, i shtuar këtë vit si produkt i ri turistik në kanjonet e Osumit, janë ndër aktivitetet më të kërkuara. Turet drejt malit të Tomorit dhe ujvarës së Bogovës plotësojnë ofertën. Gatimet me produkte tradicionale u japin vizitorëve mundësinë të shijojnë dhe kulinarinë. Më pëlqen shumë Shqipëria. Ushqimi është i shkëlqyer dhe çmimet janë shumë të përballueshme. Mund të udhëtosh, të kursesh para dhe njëkohësisht të shijosh ushqim shumë cilësor. Megjithatë, operatorët turistik ngren dhe një shqetësim. Shtimi i apartamenteve që ofrohen në mënyrë informale përmes platformave online po ndikon në rënien e rezervimeve në strukturat e licencuara. Ndikon shumë dhe informaliteti i shumë pronave dhe apartamenteve që janë shtuar në modalitetet Airbnb dhe në Booking. Pjesa më e preferuar e tyre janë turet e natyrës, sidomos kanjonet e Osumit dhe ujvari Bogovës, kalaja e qytetit Beratit, pjesa mesjetare. Sipas të dhënave të Bashkisë Berat, gjatë periudhës janar-maj 2026, qyteti është vizituar nga rreth 550.000 turistë, duke shënuar një rritje prej 37% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Pasardhës të familjeve Çame të mbijetuarit e dëbimit, përfaqësues të institucioneve dhe qytetarë nga Shqipëria dhe Kosova kanë përkujtuar në Klogjër 82 vjetorin e genocidit grek ndaj popullsisë shqiptare të Çamërisë. Në varrezën monumentale të rëndafilat e Çamërisë në Klogjër të Konispolit u mblodhën pasardhës të familjeve Çame dhe të mbijetuar të eksodit. Mes lotush një grua Çame rrëfen tmerrin e qershorit të vitit 1944, kur familja u përball me masakrën e grekëve. Dhe prindrit tanë diqen vetëm për eshtrat e tyre që lanë në kamp. 3 motra atje të vdekura, 2 xhaxhallar, kshurit e parë dhe të gjithë. Se për ne ishte një tmerr kur kemi dëgjuar prindit dhe në minutën e vdekjes së tyre, ata kërkonin hyrjet e shtëpisë së tyre. Zërin e vajtimit jo të por vim të paktën t'i kujtojmë që edhe ne mbetëm mbrapa. Dhe një ditë mase do vemi dhe ne në trullin tonë, të çojmë eshtrat e prindërve tanë, të prindrit e tyre. Një tjetër e moshuar kujton se nga 9 anëtarë të familjes së saj që u larguan nga Çamëria, vetëm 4 arritën të mbijetojnë. Kur erdhën të braktisën nga Napoleon Zerva, erdhi babai me 7 fëmijë, edhe nana 8, e baba 9. 5 fëmijë na kanë vdekur këtu një ditë, kurse Xhaxhai, Muhamet, Hiseni, kanë vdekur 6 fëmijë nga 28 vjeç e poshtë. Edhe pas 82 vitesh, Klogjeri mbetet vendi ku çdo 27 qershor rikthehen kujtimet e një prej kapitujve më të dhimbshëm të historisë së shqiptarëve, ndërsa kërkesa për drejtësi përcillet nga brezi në brez. Ne do luftojmë desa kemi jetë, po zgjidhje pse të Çame, pa manevre e këtyre gjithëve. Andaj vim këtu, respekt të këtyre. Mbaj emrin e artës krajinës së Çamërisë. Sot vi në përkujtim të viktimave, në nder të viktimave. Në varrezën monumentale shënjohen emrat e 2900 viktimave të genocidit grek ndaj shqiptarëve të Çamërisë. Shkojmë në një hapësirë të shkurtër publicitar. Jemi rikthyer, vijojmë rrjedhën normale të këtij edicioni. Bletaria shqiptare po përjeton një bum më shumë koshere dhe prodhim. Shifrat e Instat tregojnë se vitin e kaluar
Afro 645.000 koshere prodhuan në total 6.300 ton mjalt. Korça, Vlora dhe Elbasani kryesojnë hartën e prodhimit, ndërsa problem mbetet rendimenti i ulët i prodhimit për çdo zgjedhje. Koshere që shtohen, fusha që gumëzhin e tonelata mjalt që dalin çdo vit nga puna e qindra bletarëve. Një sektor në rritje me numrin e koshereve që ka prekur një rekord të ri në 2025-ën me rreth 645.000 koshere në total nga 587.000 zgjohje që ishin në vitin 2024. Edhe prodhimi ka regjistruar rritje të konsiderueshme duke prekur gjithashtu shifra rekord. Në vitin 2025 u arrit në 6.300 ton mjalt nga 5.940 ton në vitin 2024 apo nga rreth 3.200 ton para një dekade. Në hartën e prodhimit, Korça mbetet qarku me prodhimin më të lartë të mjaltit me 1.006 ton, e ndjekur nga Vlora me 855 e më pas Elbasani me 825 ton mjalt. Por pas kësaj pamje të ëmbël fshihet një sfidë e fortë për bletëritësit, edhe pse ka më shumë zgjohje dhe prodhim, një bletëritës sot merr më pak mjalt nga çdo koshere. Të dhënat e Instat tregojnë se rendimenti vjen të bjerë vit pas viti, duke zbritur në 10.2 kg për koshere në 2025-ën, ose gati përgjysmuar krahasuar me një dekadë më parë. Rënja e prodhimit për koshere lidhet me një sër faktorësh ku kryesore mbetet klima, pasi ndryshimet e papritura të temperaturave apo lagështia kanë penguar riprodhimin e bletëve në kohën e duhur. Gjithashtu ndikim negativ ka edhe mungesa e florës së pasur. Për shkak të interesit në rritje për këtë sektor, qeveria shtoi këtë vit financimin nga 1.000 lek që ishte në 2.000 lek për zgjua për të gjithë ata që kanë më shumë se 25 koshere. Ekspozita Lin in Aqua 2 sapo shelur në Pogradec dhe shënon nisjen e festivalit të akuarelit. Ekspozita do të qëndrojë hapur deri më 12 korrik dhe përmban mbi 150 vepra nga 64 artistë që vinë nga 25 shtete të botës. Në Galerinë e Arteve u shilur ekspozita Lin in Aqua 2, aktivitet që shënon hapjen zyrtare të festivalit ndërkombëtar të akuarelit. Mbi 150 veprat realizuara nga 64 artistë të ardhur nga Shqipëria dhe më shumë se 25 vende të botës janë ekspozuar për publikun, duke e kthyer Pogradecin në një pikë takimi të rëndësishëm të artit bashkëkohor. Arsyeja që e kam bërë në Pogradec është ideja pothuajse timja dhe të gjithë bashkarisht, për arsye sepse është ujë, bojrat e ujit, watercolor, janë të varura nga ujë dhe nga lishmëria dhe nga bukuria e Pogradecit, siç është i gjithi. Motivi është një motiv i thjesht, landscape, peizazh, i cili është një lloj naturalizmi i cili është në farmasë i interpretuar. Festivali nuk synon vetëm prezantimin e veprave artistike, por dhe krijimin e urave të bashkëpunimit mes piktorëve. Mes pjesëmarrësve është dhe piktoria ukrainase Viktoria Grigoreva, e cila u shpreh emocionuar për pjesëmarrjen në festival. Është ura ime e fundit, edhe ne kemi Bregdet në Ukrainë dhe dashuroj atë. Më pëlqen të shoh shkëlqimin e diellit dhe lindjen e tij, dhe kjo është një pjesë e shpirtit tim, paqja ime. Siç e dini, ne jemi në luftë dhe kemi nevojë të kemi pak paqe brenda vetes e ta hedhim atë në letër për t'u ndjerë më mirë. Ekspozita Lin in Aqua 2 do të qëndrojë hapur deri më 12 korrik, duke u dhënë mundësi artëdashësve të njihen nga afër me krijimtarinë e artistëve. Në Pogradec u mbyll edicioni 16 i Festivalit Ballkanik i filmit dhe kulinarisë me ndarjen e çmimeve. Triumfoi Everybody Calls Radio me regji të Iber Dearit, i cili trajton plagën e emigrimit. Everybody Calls Radio, filmi i regjisorit shqiptar Iber Deari që jeton në Maqedoninë e Veriut, u shpall fitues në Festivalin Ballkanik. Filmi trajton plagën më të madhe të shoqërisë, emigracionin. Juria e zgjodhi ndërmjet 60 filmave që morën pjesë në edicionin e 16 të festivalit që u mbajt në Pogradec. Përpos vendit të parë u dhanë çmime edhe për kategoritë e tjera, si Hallway to Nowhere nga Kroacia për filmin e gjatë, ndërsa në animacion
u vlerësua Wingit nga Turqia. Këto festivale dhe këto situata janë një urë komunikimi midis kulturave të ndryshme, midis kombeve të ndryshme. Festival ka pasur pjesëmarrës nga i gjithë Ballkani me formate të ndryshme, me gjini të ndryshme filmi. Festivali Ballkanik i filmit dhe kulinaris u themelua 16 vite më parë nga gazetari indjer Fatos Baxhaku, producentja Gerta Qurku dhe regjizori Eno Milkani. Gjatë këtyre viteve është kthyer në një platformë të rëndësishme për promovimin e kinemas ballkanike, duke sjellë çdo vit 10 produksione të reja. Ishte gjithçka për këtë edicion, ne do të ndajemi këtu, mos u largoni. Pas pak do të jemi sërish drejt për së drejti, ku do të kem edhe një diskutim dhe analizë në studio mbi ditën e 29 të protestë